Mirdita të gjithëve. A e dini se kush ishte Ezekiel? Do ta tregoj këtë histori për dy arsye, sepse nga njëra anë ka disa skeptik, kurse nga ana tjetër ka disa që kuptojnë që ne gjendemi në një botë që nuk njohim. Dhe kisha bërë një video të një shqiptari nga Kosova, një djalosh, që ai pretendon që është në lidhje me një forum tjetër jete. Tani, nëse kjo është fantazi ose jo, unë do t'ju tregoj se në çfarë bote jeton njeriu. Dhe pjesa dërmuese e njerëzve gjenden në një gjumë letargjik dhe unë do ta them se përse. Pastaj do t'jeni ju që do të vendosni nëse është kështu ose jo. Pra, le ta diskutojmë. Pika 1, që është e pakundërshtueshme, në të gjitha tekstet antike, në të gjitha, qoftë në Islam, qoftë në Bibël, qoftë në ato indiane, tekstet indiane, që të gjitha flasin për forma të tjera jete, pra për qenie që nuk janë të kësaj bote. I keni në për libra. Bile shumë prej jush i kanë lexuar me mijëra herë, por thonë mos e janë prralla. Jo. Nuk mund të jenë prralla. Nuk mundet që miliarda njerëz në botë që prej kohëve antike të tregojnë prralla dhe vazhdojnë ende sot që të tregojnë prralla. Pra, ky djalë nga Kosova që ne kemi folur, edhe ky ndoshta flet prralla sipas jush, flet të njëjtat gjëra që kanë folur që nga kohrat antike. Dhe ndaj do t'ju tregoj historinë e Ezekielit. Ezekieli ishte një nga profetët ebrejk dhe është, le të themi, një nga ata profetët që thoshte ose që e cilësojnë si fjala e Zotit, sepse ai ishte përcjellësi ose mesazheri i fjalës së Zotit. Në fakt, Ezekiel fjalë për fjalë do thot pikërisht kështu. Pra, fjala e fortë e Zotit. Dhe Ezekieli ishte le të themi ai që ka shkruar më qartë se çfarë kishte parë në atë kohë. Çfarë pa Ezekieli? Nuk e dini apo jo, por në librin në Bibël është shkruar eksaktësisht atë që ai ka parë. Pra, fjalë për fjalë, ashtu siç e kishte parë. Ai tregon që një ditë, teksa ishte në një kodër, shikon 4 qenie. 4 qenie që ishin me 4 flatra secila nga këto qenie. Këto zbrisnin dhe në mes tyre ishte një që në të vërtetë ishte një disk fluturues, ai thot 4 rrota, dhe këto rrota kishin 4 sy secila. Pra, këto rrotat lëviznin, siç thot ai, në bazë siç lëviznin edhe këto 4 qenjet. Dhe 4 qenjet në qendër kishin disa flak, siç e tregon ai, sepse nuk dinte që ishin drita, dhe këto 4 flakët lëviznin njëkohësisht me 4 rrotat dhe me 4 ëngjëjt ose me 4 qenjet. Qenjet kishin që të gjitha, pra secila kishin 4 fytyra, ku njëra fytyrë ngjasonte shqiponjës, njëra fytyrë ngjasonte luanit e kështu me radhë. Dhe njëra nga këto fytyra ngjasonte njeriut. Këmbët e tyre, siç e tregon, ishin si të demit dhe kishin një ndriçim tepër të madh sa të verbonte. Dhe kjo është ajo që tregon Ezekieli në librin e tij, të cilin e kanë lënë fjalë për fjalë dhe e tregojnë pikërisht kështu. Tani, ky ishte momenti i parë i Ezekielit. Ai, siç tregohet, ka shkruar edhe të tjera tekste dhe ai thoshte edhe të tjera takime ose këto lidhje që ai kishte me disa qenie jo njerëzore. Dhe ai i shpjegonte fjalë për fjalë, sepse nuk i dinin, atëherë ashtu siç i shpjegonte, ashtu shkruheshin. Pra, fjalë për fjalë, po të shikoni të gjitha këto shkrime, aty kupton thjesht e kupton që ai kishte kontakte me alien ose me qenie të një forme tjetër, një bote tjetër që jetojnë këtu mes nesh. Dhe ai tregon që këto ngjiten dhe ulen si të duan, sepse kanë një teknologji të zhvilluar. Po ai nuk mund ta shpjegonte në atë kohë, ai ka shpjeguar në mënyrë vërtet banale sipas atyre kohërave. Dhe nuk është i pari që ka treguar këto, kanë treguar edhe të tjerë, por pse u tregova sot Ezekielin? Sepse, siç ju thash, edhe ky miku ynë, ne më ndiqim me vëmendje, sepse përpara se të ikim në punë duhet që të informohemi dhe për këto dhe të dëshiroj një komentin tuaj. Sepse njerëzit
një pjesë e njerëzve që nuk kanë patur një eksperiencë të asnjë lloj tipi, nuk mundet që të thonë që nuk ka. Nuk mundet, sepse është eksperienca e dikujt tjetër. Pra, eksperienca për shembull e këtij djaloshit nuk do të thotë që ti, nëse nuk e ke patur, nuk ekziston, sepse secili ka eksperiencën e tij. Dhe po thoshja, Ezekielin, e di çfarë ndodhi me Ezekielin? Ezekielin 50 vjeç, kur ai fliste çdo shkonte dhe tregonte fjalën e Zotit, gjithandej, pra u tregonte njerëzve madhështinë e Zotit, në fund e vran njerëzit, sepse aq truk kishin. Dhe e njëjta gjë ndodh dhe përsëritet ende sot. Po të shikoni, përsëritet ende sot. Sot, nuk vrasim për blasfemi, por vrasim në mënyra tjera. Për shembull, me ilaçe. E mbyllim tjetrin në psikiatri dhe sepse ai thot që ka parë diçka tjetër. Pra, ti e mbyll në psikiatri tjetrin, sepse ai thot që ka parë diçka tjetër, pra diçka jo njerëzore. Po kush tha që nuk ekziston? E para. Dhe e dyta, çfarë të keqe ka? Kë do vrasja, ose çfarë do të bëj ai nëse thot që ka parë diçka tjetër? Dhe duhet të dini të fundit. Janë pikërisht shokët, miqt, vëllezërit, janë familjarët, ata që shkatërrojnë pikërisht këta njerëz, sepse kontakte ka patur që nga kohrat antike. Dhe këta njerëz kanë një dhunti. Pra, dhuntia që kanë, janë një kontakt me një formë të tjetër jete. Dhe ti nuk ke pse u jep ilaçe ose i mbyll në një psikiatri. Nuk e kuptoj se përse. Pra, që nga kohrat antike flitet për këtë, dhe njeriu gabon ende sot, duke i mbyllur këta njerëz në vetmi, ose duke i shkatëruar jetën e tyre pa asnjë sens. Sepse dini se kush është e vërteta? E vërteta qëndron atje pas, dhe ne nuk mund ta njohim të vërtetën, por të paktën i afrohemi të vërtetës. Kështu që pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe më thoni nëse këto që ju tregova kanë të vërteta brenda ose jo. Okej, hajde, kalofshi bukur, ditë mbar, dhe mos harroni, lini një koment dhe tregoni nëse keni vërtet kontakte, nëse dikush ka kontakte ashtu siç me forma të tjera, ashtu siç bën dikush shpeshherë që na shkruan në këto komente, sepse nëse keni vënë re, këto diskutimet e përbashkëta janë e vetmja dritare në trojet shqiptare që flitet për diçka serioze. E them serioze sepse gjithë bota jon, ajo që na rrethon, është mister. Nëse e mbani mend, kemi thënë disa herë që pjesa dërmuese e botës që ne e jetojmë është mister. Kështu që unë do të prisja një komentin tuaj se çfarë mendimi keni dhe kalofshi bukur sot. Hajde, ditë mbar.